A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammedin sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. E falenderojmë të madhin Allah I qofshin falë atij, paqja qoftë mbi dërgumin Muhammed alayhi salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin këtë udhë të bekuar, na bof Zoti dhe neve prej tyre. Amin. Allah I madhreshëm thot në Kur'anin e tij famlar: Ja ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besuar. Pra ju drejtuat gjithë besimtarve. U është bërë obligim pra agjerimi I muajit të shenjtë të Ramazanit, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, në mënyrë që të bëheni pra prej të devotshmeve. Pra, t'jeni të devotshëm, t'jeni të përkushtuar. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum, më I ndershmi ndër ju është ai që është më I devotshëm, pra ai që ka devotshmëri edhe është I lidhur fuqimisht, pra I përkushtuar, pra kështu kur kanë shpjeguar ulemoja pra çështjen e përkushtimit, devocionit, kanë thonë është sikur ai bujku që e mjell forën tokë edhe bin prej saj një fidan I vogël, tani ai rritet e do të mu ujite me u zhvillu ato pemë e ato fruta zhvillohen pra edhe japin hizmetin, e japin shërbimin edhe për njerëzit e tjerë. Kështu është edhe puna e Ramadan Mubarak. Muaji të bekuar të Ramazanit është muaji I Kur'anit, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, pra që është muaji I Kur'anit. E çka preferohet normal këtë muaj? Preferohet leximi I Kur'anit, dhikr sa më shumë, përmendja e Allahut sa më shpesh, wala dhikrullahil akbar, dhe përmendja e Zotit është gjëja më kulmore, më madhore. Sigurisht pra e kujtuan Allahun, Allahu I kujtoi ata, e harruan Allahun, Allahu I harroi ata. Kështu që ky muaj I shenjtë pra I bekuar I Ramazanit duhet të na gjejë të përgatitur me sadakat, bamirësitë tona, të shtojmë ato, të shumëfishojmë ato, me vizitat familjare, me iftarët që shtrohen. Nuk është qëllimi vetëm ngrënia një ushqimi, por është qëllimi afërsia e zemrave të besimtarve për me bën punë të mira, me bën vepra që Allahu është I kënaqur me ta. Siç thot Zoti në Kur'an: Innal ladhina amanu wa amilus salihat ulaika hum khayrul bariyah. Ata që bojnë vepra të mira janë krijesat më të dashura tek Allahu subhanahu wa taala. Po edhe ne si shqiptarë, ku do në trevat tona shqiptare, por edhe në mërgat ku I kemi vëllezërit tanë që banojnë në Evropë apo në Amerikë apo në vendet e lindjes së largme ose të afërm, edhe të lindjes së mesme, por edhe në Evropë, në kudo që jetojnë shqiptarët, ata e presin me pa durim këtë muaj të bekuar, duke u lutur që Allahu t'i zënë shëndoshë mirë dhe të zënë vlerën e sevapit apo shpërblimit që ka ky muaj I bekuar Ramazanit. Mirë, po çka është mirë në këtë muaj të para përgatitemi? Sigurisht preferohet ushqimi I të varfërve, të smurve, jetimëve, bonjangëve, nevojtarëve. Është mirë ma herët më janë çuar disa ushqime ose një suport për shkak se ata kur të fillojnë ditën e parë të Ramazanit me pas në sofrën e tyre, tërvesën e tyre, edhe ata një hurme, me pas një gjellë, me pas një ushqim, me pas një gotë ujë, edhe ata më gëzue e mjallije shijen këti muaj Ramadan Mubarak, pra që është muaj I bereqetit. Prandaj është mirë paraprakisht. Pastaj edhe gjatë Ramazanit është mirë të shtrohen iftare për nevojtarët, smurët, të hendikepuarit e kështu me radhë. Prandaj gjithë ata që kanë ndihmuar, ata le ta dinë se kanë ndihmuar veten e vet, le ta dinë se Allahu ua shumë fishon pasuninë. E sadakaja, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, e shton tha bereqetin, pra e shton të mirat sadakaja. Prandaj shëroni të smurët e juaj me sadakat e juaja, dhe kështu që Allahu xhaleshanuhu na mëson që të japim, që të na shtohet bereqeti dhe të mirat, dhe lumaj njeri që jep, sepse ai që jep do t'i jepet, do t'i shumëfishohen plotësisht të mirat. Nëse ti jep një kokër, ajo shkon 7, 70, 700 e kështu me radhë, varësisht nga sinqeriteti I dhënies suaj. Etkakum, pra devotshmëria,
qëllimi është pastrimi, largimi nga fjalët e këqija, largimi nga mendimet negative, afrimi te fjalët e mira, alhamdulillah, subhanallahu, Allahu akbar, walillahil hamd, dhe mendimet e mira, afrimi i njerëzve, jo largimi dhe distancimi i tyre. Jemi krijesa, pra gjallësa që duhet të socializohemi dhe të ndihmojmë mes vetin punë të mira. Siç thot Zoti në Kur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan. Zoti pra na ka mësuar që me kon bashkë në punë të mira, e me ndalu për punëve të këqija, dhe pra me bashkëpunu në punë vullnetare dhe të mira, dhe qëllimi jonë me kon wa ma tawfiki illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Pra suksesi jonë është në dorën e Zotit, ai na mjafton për çdo çështje. Pra qëllimi mbi të gjitha qëllimet është fitimi i kënaqësisë së Allahut subhanahu wa taala. Prandaj edhe Zoti tha në një hadith kutsi që transmeton i dashtuni ynë Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wasallam, as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Agjërimi është për mua dhe unë e shpërblej për të. Pra Allahu xhaleshanhu ka garantuar shpërblimin e çdo krijese që mon Ramazan, ka me shpërblyer në këtë botë e në botën tjetër. E në botën tjetër, para se me shku është një babu rrejan aty, pra është një derë, një portë, që ka me hyjë enkas, pra është speciale, ajo është e përgatitur pra për agjërusin, që onon nga ushqimin, nga haja, nga pija, nga egoja e tij, vetëm illa fillah, për Allahun, për mu kon i qetë. Po çfarë qëllimi ka agjërimi? Agjërimi ka qëllim që mos me kon e gërsin, mos me kon bish, po me kon i dashur me njerëzit që të rrethojnë, me kolegët e punës, me njerëzit që të rrethojnë, mu afru me fjalën e mirë, me punën e mirë mes vete, me bashkëpunu në punë të mira, dobishme për vete, për shoqërinë, dhe me bon vetëm se veprat e mira dhe me i shumëfishu dhe me i shtu ato. Andaj shihemi në serinë e radhës. Selamu alaikum, Allahu ju rujt me të mirat e tij.